plasjen e distancës mes dy prej formateve më të ndjekur në Shqipëri dhe moderatorëve të tyre Ledion Liçës dhe Arbana Osmanit, duket se po kthehet në një telenovelë të vërtet mediatike. Gjithçka mori për masa më të qarta kur gjatë një spektakli, Arbana u drejtua banorit takit teksa ai po debatonte me tone të larta me të tjerët. Ajo i theksoi se është program tjetër ai, një referencë e kuptueshme dhe mjaft ironike drejtuar shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke lënë të nënkuptohet se formati i rivalëve bazohet pikërisht te zhurma dhe konfliktet e forta verbale. Megjithatë, përgjigjen nga pala tjetër ka qenë menjëhershme. Gjatë spektaklit të fundit, Ledion Liçë nuk i mjaftua vetëm me frazën e hapjes ku ju drejtuar atyre që u kanë ngecur sahatin e të shkuar dhe bë sikur kanë ecur përpara, por kokën e kanë prapa. Ndjekësit e vëmendshëm të rritit kanë kapur një detaj tjetër, i cili po bëhet viral me shpejtësi përmes videove. Gjatë një momenti komunikimi në studio, ku shkëmben të qeshura me Arber Hajdarin, Ledioni dëgjohet të thotë me zë të lartë fiks të njëjtën frazë Arbanës, është program tjetër ai. E gjithë kjo u shoqëruar me doza të larta ironie, duke i kthyer mbrapsht Reston, ish moderatorës së formatit. Kjo luftë e ftohtë mes tyre tashmë po bëhet me zë të lartë, po shfrytëzon të njëjtat batuta, duke i mbajtur shikuesit të mbërthyer për të parë se cila do të jetë lëvizja e radhës. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.